Mënet dhënë shumë e përzan kërkush kërkan. Pra, dhënë shumë, nuk po them, por që ke këta fatë që dush me lëshu banesën ose shtëpinë. Nëse është banesa, shtëpia, e ndërtuar nga dy bashkëshort, atëherë nuk kanë drejt asnjëri të qesin tjetrin nga shtëpia. Pa përfunduar gjithçka sipas. Jo, pa përfunduar gjithçka, por drejta shfrytëzimit mund të jetë nga njëri apo nga tjetri, por duhet kërkohet, nëse s'kan marrëveshje, atëherë kërkohet edhe nga gjykata, të cilat mund të kërkojnë për shembull shfrytëzimin me muj, për shembull 6 muj njëri, 6 muj tjetër deri të bëhet zgjidhja definitive. Por në Kosovë ndodhen raste kur, sepse është traditë dhe jonja kur femra shkon të moshkulli, të burri. Jo burrit e gruaja. Po, jo burrit e gruaja, ose ndodh shumë raste të rralla, e atëherë nëse femra ka shku të burri dhe ka shku në shtëpinë e burrit, që atë shtëpi e ka bë para martesës apo e ka trashëguar, atëherë i vlen një farë mënyra ja drejta ligjore që thotë që kjo prona jam mundësisht ma liron, por a bin obligimet e burrit ndaj gruas? Jo, nuk bien, edhe nëse ai shkurzohet, nëse gruaja nuk ka mundësi të jetesës, apo të paguaj qira, apo të paguaj ushqimin, atëherë ligji obligon burrin të kujdeset edhe pas shkurorzimit për gruan e cila nuk ka mundësi të mbjetoj.